jemi të ushqy keq, do. Jemi të ushqy keq. A është shkaktori numër 1 i pacientëve që ballafaqohen me juve keq ushqyerja? Përgjithësi unë kam thënë atë edhe si kështu interesant është ushqimet më të shijshme që janë, më dëmshme për lugë, për organa, di kështu. Përgjithësi ushqimet domethënë pa shëndetshme, vetë fjala, domethënë ushqimet e yndyrosur, ushqimet që kanë sheqer në shumë, për shkak të fermentimeve që shkaktojnë ato shkaktojnë fryrje, ushqimet që janë kalorike, nuk është tërshmëria e mirë këtëve, për pasojë ato akumullohen në lugë. Edhe si pasojë irritojnë mukozën ashtu në mënyrë kronike, edhe pacienti ndjen refluks, djegësim, nauze, domethënë prirje për vjellje, kështu me radhë. Ka edhe ushqime të tjera, do të përmend edhe alkoolin, përveç melçisë, alkooli është edhe shkaktari i shumë smundjeve të tjera në organa. Edhe luksin atakon, për arsye se tajon acid të tepërt kloridrik, edhe për pasojë ajo, domethënë e irriton vazhdimisht mukozën e luksit. Po. Mandej kafet, përdorimi i kafeve, sidomos për mbrojtje e kafeinës, atë çajat e zi. Edhe çaji zi. Edhe duhani shkakton probleme në lugë, sidomos është ndër shkaktarët, më thoni i dyti pas Helicobacter pylori, që shkakton i thatin apo ulçerën në lugë. Për arsye se nikotina si substancë është kryesore, vazhdimisht domethënë irriton mukozën duke tajuar acid kloridrik të tepërt. Për pasojë edhe vijnë ato komplikimet.